Kampionati në ligën e dytë vazhdon të shtunën me ndeshjet e Xhiros së 24-t, ku ka disa ndeshje jashtëzakonisht të zjarrta sa i përket renditjes së tabelës. 4 ekipet kryesore, të cilat pretendojnë elitën e futbollit vendor. Kështu që në Xhevgjeli do të përballen Kozhufi dhe lideri aktual Makedonia Gjorgje Petrov, ndërsa ekipi i dytë aktualisht, klubi i futbollit Bashkimi i Kumanovës, është mysafire e Kamenica Sasa, ndërsa befasia më e madhe e këtij kampionati, klubi i futbollit Arsimi, do të përballet në lagjen e autokomandës me ekipin Skopje dhe në Radovish, ekipi Vardarskit është Nikoqire Bregalnicës së Shtipit. Të gjitha ndeshjet e Xhiros së 24-t me fillim në ora 16 takohen Skopje Arsimi, Kamenica Sasa Bashkimi, Kozhufi Makedonia Gjorgje Petrov, Novaci Pobeda, Osogova Bellasica, Vardari Bregalnica, Detonit Plaçkovica Boreci dhe Vardarski Ohri.